koncertit të tilla për masave me 60.000 veta, edhe të tillë ndërmarrje Tirana nuk ka pas ndonjëherë. Edhe është edhe një test për vendin tonë që të jetë edhe promotori vetvetes pastaj që të kemi koncerte të tjera dhe artistë të tjerë të mëdhenj të këtyre niveleve të tilla eventeve në vendin tonë. Do kemi Zuccheron pas pak ditësh, do të keni të njëjtin investim tek Zucchero për shembull? Atëherë, po nuk besoj se është i njëjti kalibër artisti. Po patjetër që nuk është. Pavarësisht shijeve që ne mund të kemi për muzikën. Por ama di të them që edhe koncerti i sotëm është edhe një provë në fakt që duhet për t'u kaluar për t'u pa. Pra shumë e rëndësishme që të ketë një mbarvajtje të mirë të koncertit. Është shumë e rëndësishme që mos të anetemohet koncerti. Është shumë e rëndësishme që njerëzit mos shkojnë atje dhe dalin në rrugë dhe thënë mos shkonin në koncert ose siç është e njëjta narrativ që ju mos pini kafe pse s'vini te protesta, apo pse rrini ju në plazh dhe nuk vini këtu. Trembeni ide se protesta mund të vendoset drejt stadiumit? Pra, praktikisht. Për të krijuar ndoshta praktikisht të idet fashiste. Une jo vetëm i përbuz, por ama gjithë secili prej nesh do të jemi kundër këtyre. Edhe kjo sa i përket pjesës së imazhit. Pastaj për të kaluar ke pjesa tjetër, që është shumë e rëndësishme, ti pjesa ekonomike. Pra praktikisht, nëse mund ta bëj vetëm një ilustrim të vogël, unë personalisht kam marr 4-5 bileta, sepse nipi im që jeton në Itali ka ardhur me shokët e vet për të pa, shokët e vet italian për të pa koncertin këtu. Normalisht mund ta ketë bler biletën në Itali me qenë se u anulua atje transferi. Ja bleva unë nga akaunti im, ja bëra dhuratë. 3 bileta. Pra praktikisht, i bie çai ka për të ardhur bashkë me shokët e vet. Ore, a do bëj një ditë plazha ai këtu, a do i bëj edhe 2 ditë, apo do i bëj 3 ditë. Edhe po si bari s'ka rëndësi, do fleje, do haje, do udhtoje, pra gjitha këto janë lekë që do vinë në ekonomi. Bashku te pjesa tjetër pastaj, te ndërtimi i stadiumit, te punëtorët që janë atje. Po pra, stadiumi është provizor, por dikush e bani për ta ndërtuar. Gjithë lekë në ekonomi janë këto. Edhe gjitha kjo, sipas një modaliteti të përllogaritjes të ardhurave dhe shpenzimeve për të tilla koncerte, që janë metodologji për organizime të tilla në mbar botën, sipas kryeministrit mund të shkojë deri në 100 milion euro. Edhe pastaj të ardhurat jo vetëm nga taksimi, se normalisht do jetë më i vogël, që do rikthejnë buxhetin e shtetit, por ama të ardhurat për ekonominë shqiptare janë shumë më shumë se 4.2 milion eurosh. Që të kuptojmë diçka, 4.2 milion eurosh që merren nga buxheti i shtetit janë lek taksash. Edhe kjo nuk diskutohet, janë lekët e qytetarëve. Edhe lekët e qytetarëve po sakrifikohen 4.2 milion euro të qytetarëve, që qytetarët të kenë një xhiro prej 100 milion eurosh, edhe pa diskutim që nuk e di të thënë drejtën margjin e fitimit në të tilla raste, por me patjetër që do të jetë të paktën 7, 8, 9 apo 10 fish krahasimisht me ato çka paguajnë. Normalisht që kjo s'do preki gjitha bizneset e Shqipërisë, sepse nëse diskutojmë në proporcion shpërndarjes, është histori tjetër. Por ama impakti që ai do ketë në ekonomi është shumë më shumë. Prandaj pyetja është, cila është më mirë të marrim 100 milion euro xhiro dhe po azem ne 50 milion euro, 40 milion euro, se nuk jam i mirë në të tillë llogari biznesi. Ti marrim për ekonominë, apo nga buxheti i shtetit paguajmë 4.2 milion euro dhe duke bërë duke suportuar në këtë formë nëpërmjet aktit normativ koncertin, patjetër që do kemi ruajtje të imazhit që është shumë për mua personalisht është shumë e rëndësishme, edhe tjetra pastaj që do ketë edhe një efekt ekonomik. Pra, në këto të dyja rastet, unë nuk gjoj një formë tjetër për ta sulmu këtë si gjë. Pastaj se duam ne të themi që jo po njerëzit s'kan bukë të hanë, këto janë teorira pastaj shumë populiste të cilat përdoren rëndom nga njerëz të cilët jo vetëm nuk kanë, por besoj se nuk duan që t'i hynë me tej detajeve edhe formave se si funksionojnë tilla aktivitete.